Dashi. Shtrirjet qiellore të sotme sjellin një mundësi për vetanalizë. Merrni në konsiderat reflektimin mbi qëllimet personale, ndërsa hëna ndriçon shtëpinë tuaj të vetdijes. Kjo është një kohë e favorshme për të menduar për aspiratat e karrierës dhe nëse ato përputhen me dëshirat tuaja të vërteta. Energjia rrjedh drejt projekteve krijuese, prandaj lërini instinktet tuaja t'ju udhëheqin. Edhe marrëdhëniet personale do të përfitojnë nga komunikimi transparent. Jini të drejtpërdrejtë dhe të sinqertë me të dashurit tuaj. Financiarisht, ecni me kujdes, shmangni blerjet impulsive dhe merrni në konsiderat rezultatet afatgjata të investimeve të mundshme. Sa i përket shëndetit, përqafimi i një diete të ekuilibruar dhe ushtrimeve të rregullta do të sjellin fryte. Meditimi mund të ofrojë qartësi në mes të kësaj faze introspektive. Ndërsa dita përparon, mund të lindin mundësi të papritura shoqërore, duke ofruar një shans për të zgjeruar rrjetin tuaj. Përqafojini këto ndërveprime me mendje të hapur. Besojini intuitës suaj për të lundruar në çdo luhatje emocionale sot. Deri në mbrëmje, qartësia do të shfaqet, duke udhëhequr hapat tuaj të ardhshëm. Demi. Sot ka të bëjë tërësisht me ekuilibrin dhe harmoninë. Me Venusin që ndikon në sektoret tuaj shoqëror, lidhjet me miq shkëlqejnë. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të planifikuar takime ose thjesht për të rilidhur me ata që janë të rëndësishëm për ju. Natyra juaj praktike do t'ju ndihmojë të shmangni çdo shpenzim të tepërt sot, pasi është joshse të kënaqeni. Sa i përket punës, puna në grup dhe bashkëpunimi sjellin rezultatet më të mira. Ndani idetë tuaja dhe përqafoni reagimet konstruktive për të përmirësuar rezultatet e projektit. Në një front personal, emocionet janë të larta, duke ju nxitur të shfrytëzoni anën tuaj të kujdesit. Dëgjoni me empati për të forcuar lidhjet me të dashurit. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi ushtrimeve të bazuara si yoga për të ruajtur ekuilibrin, veçanërisht nëse nivelet e stresit rriten. Ndërsa perëndon dielli, gjeni kohë për relaksim dhe reflektim, pasi këto do t'ju ndihmojnë të rimbushni energjitë për ditët në vijim. Një kompliment i papritur mund t'ju ngrejë moralin, duke pohuar vlerën tuaj si në sferën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Mbajeni zemrën hapur. Binjakët. Intelekti juaj është në zjarr, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për ndjekje mendore ose për avancim në studimet personale. Merkuri përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit, duke siguruar që negociatat ose diskutimet të funksionojnë në favorin tuaj. Qartësia është aleati juaj sot. Angazhimet shoqërore mund të çojnë në mundësi interesante, prandaj qëndroni të hapur për të takuar njerëz të rinj. Financiarisht, është e mençur të analizoni me kujdes buxhetet përpara se të vazhdoni me investime. Planifikimi i kujdesshëm do të japë kthimet më të mira. Për sa i përket marrëdhënieve, shprehni mendimet tuaja qartë, të dashurit do ta vlerësojnë ndershmërinë dhe zgjuarsinë tuaj. Sa i përket shëndetit, energjia juaj mendore është e lartë, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik, është çelësi për të ruajtur mirëqenien tuaj. Ndërsa mbrëmja afrohet, përpiquni të relaksoheni me një libër të mirë ose ndjekje artistike që lejojnë mendjen tuaj të endet në mënyrë krijuese. Yjet nxjerrin në pah një ekuilibër midis punës dhe kohës së lirë, duke ju inkurajuar të kënaqeni me kuriozitetin duke siguruar kohë për pushim. Eksploroni të panjohurën. Gaforja. Ndërsa hëna ushtron ndikimin e saj, intuita juaj është e shtuar sot. Besojini ndjenjave tuaja të brendshme, veçanërisht në çështjet financiare, pasi ato mund të çojnë në mundësi të papara. Dëshira për siguri është e spikatur, duke ju shtyrë të rivlerësoni zakonet e shpenzimeve dhe të siguroni të ardhmen tuaj. Në punë, diplomacia dhe durimi do të jenë të dobishme, duke ju lejuar të lundroni me mjeshtëri në politikat e zyrës. Emocionalisht, reflektoni mbi marrëdhëniet ushqyese që ofrojnë stabilitet dhe rehati. Qoftë një partner romantik apo një mik i ngushtë, shpreha e mirënjohjes dhe mbështetjes i forcon këto lidhje. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në vaktet e gatuara në shtëpi dhe zakonet e të ngrënit me kujdes. Ushqimet e rehatshme mund të ushqejnë si trupin ashtu edhe shpirtin. Konsideroni të lini më një kohë të qetë për meditim ose reflektim personal për të qetësuar mendjen tuaj dhe për të përqendruar mendimet tuaja. Edhe momentet e shkurtra të vetmisë mund të rimbushin bateritë tuaja emocionale. Këtë mbrëmje, krijimi i një mjedisi komod në shtëpi me të dashurit do të jehojë thellë, duke ofruar ngrohtësi dhe lidhje. Besojini rrugës suaj. Luani. Sot është një ditë për vetëshprehje dhe vetbesim.
Me diellin që nxjerr në pas sferat tuaja krijuese, lejojeni veten të shkëlqeni në projekte që nxisin pasionin tuaj. Qoftë në punë apo në përpjekjet personale, aftësitë tuaja udhëheqëse do të tërheqin admirim nga kolegët dhe eprorët njësoj, duke hapur potencialisht dyert për sipërmarrje emocionuese. Megjithatë, mos harroni rëndësinë e të dëgjuarit, si dhe të folurit, për të nxitur bashkëpunimin e vërtetë. Në marrëdhënie, karizma juaj është magnetike, por sigurimi i interesit të vërtetë në perspektivat e të tjerëve do t'i forcojë këto lidhje. Financiarisht, keni kujdes me shpenzimet tuaja, ndërsa tundimi për të shpenzuar shumë për artikuj luksoz është i fortë, mendoni afatgjallë. Sa i përket shëndetit, nivelet e larta të energjisë së sotme menaxhohen më mirë përmes aktiviteteve dinamike si vallëzimi ose sportet, të cilat gjithashtu mund të përmirësojnë humorin tuaj. Ndërsa dita përparon, kërkoni mundësi për argëtim dhe argëtim, por balancojini ato me momente vetë analize. Reflektimi mbi qëllimet personale në qiellin e mbrëmjes mund të ndriçojë rrugën tuaj përpara. Përqafoni rritjen. Virgjëresha. Sot është një kohë për vendosje në tokë dhe organizim, pasi ndikimi i Mërkurit ju ndihmon të përballoni detyrat me saktësi. Mendja juaj analitike është aseti juaj më i fortë. Përdoreni atë për të pastruar hapësirat fizike ose për të adresuar detyrat që kërkojnë vëmendje të madhe ndaj detajeve. Profesionalisht, ky është një moment i përsosur për të planifikuar projekte ose për të propozuar strategji të reja për të përmirësuar proceset. Komunikimi është çelësi këtu, ndani njohuritë tuaja qartë dhe shkurt. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në natyrën tuaj të kujdesshme, gjeni kohë për të dëgjuar dhe për të ofruar mbështetje të dashurve. Financiarisht, vendimet e kujdesshme do të çojnë në fitime të qëndrueshme, prandaj rishikoni me kujdes buxhetet dhe planet tuaja të kursimin. Nga ana shëndetësore, ruajtja e një ekuilibri midis punës dhe relaksimit parandalon lodhjen. Angazhohuni në teknika relaksimi si meditimi ose një shëtitje e butë në natyrë për të rivendosur fokusin. Ndërsa bie nata, kushtojini kohë ritualeve të kujdesit për veten që qetësojnë dhe rigjallërojnë. Mbajtja e një ditari gjithashtu mund të ofrojë qartësi për çdo çështje të pasgjidhur. Besojini procesit. Peshorja. Energjitë astrologjike të sotme theksojnë partneritetet dhe bashkëpunimet. Hëna thekson aftësinë tuaj për të ndërtuar ura, duke e bërë këtë një kohë optimale për të krijuar aleanca të reja ose për të forcuar ato ekzistuese. Qoftë në sferat profesionale apo personale, qasja juaj diplomatike fiton zemrat dhe mendjet. Balancimi i perspektivave të ndryshme me ndjenjën tuaj të lindur të drejtësisë mund të çojë në zgjidhje inovative. Financiarisht, diskutimet e fokusuara rreth burimeve të përbashkëta ose investimeve me partnerët janë të favorshme. Siguroni transparencë për të marrë vendime të forta. Në frontin e marrëdhënieve, kultivimi i lidhjeve romantike me gjeste kuptimplote rrit lidhjet emocionale. Nga ana shëndetësore, ruajtja e ekuilibrit përmes aktiviteteve të tilla si yoga ose meditimi do të përfitojë si mendjen ashtu edhe trupin. Ndërsa pasditja zhvillohet, kënaquni me ndjekje estetike që nxisin kreativitetin tuaj, qoftë art apo mollë. Në fund të ditës, krijoni hapësirë për vetanalizë. Reflektoni mbi sfidat personale ose peshoni planet e ardhshme përpara se të flini në një gjumë të qetë, të mbështetur nga energji harmonike. Akrepi. Sot ofron njohuri të thella ndërsa planetët rreshtohen për të përmirësuar natyrën tuaj intuitive dhe hetuese. Kushtojini vëmendje sinjaleve delikate si në mjediset profesionale ashtu edhe në ato personale. Aftësia juaj për t'i deshifruar ato ju bën një zgjidhës të shkëlqyer problemesh. Në punë, projektet që kërkojnë shqyrtim dhe analizë të thellë do të përfitojnë nga ekspertiza juaj. Besojini instinkteve tuaja kur merrni vendime. Në marrëdhënie, ndershmëria krijon lidhje më të thella. Dialogu i hapur me të dashurit transformon tensionet e mundshme në një kuptim më të fortë. Financiarisht, tregoni kujdes me investimet spekulative, hulumtoni plotësisht para se të angazhoni burime. Në frontin e shëndetit, nivelet e energjisë mund të luhaten. Ushtrimet e mbështetjes si tai chi ose reflektimi i qetë mund të rivendosin ekuilibrin tuaj. Ndërsa afrohet mbrëmja, merrni kohë për vetë reflektim, duke u thelluar në fushat e zhvillimit personal. Meditimi ose mbajtja e një ditari mund të zhbllokojnë njohuri. Lejoni veten të jeni të prekshëm me njerëz të besuar, pasi ndarja thellon lidhjet tuaja. Përqafoni transformimin dhe rritjen me fuqinë tuaj unike. Shigjetari.
Kozmosi sot inkurajon zgjerimin dhe aventurën, si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Ndikimi i Jupiterit rrit etjen tuaj për përvoja dhe njohuri të reja. Angazhohuni në aktivitete që zgjerojnë horizontet tuaja, të tilla si regjistrimi në një kurs ose planifikimi i një udhëtimi në të ardhmen. Profesionalisht, kjo është një kohë për të ndarë idetë tuaja vizionare. Projektet bashkëpunuese do të lullëzojnë nën kontributin tuaj entuziast. Në marrëdhëniet personale, mishëroni empatinë dhe mendjehapurinë, veçanërisht në diskutimet ku pikpamjet ndryshojnë. Financiarisht, shqyrtimi i kujdesshëm i objektivave afatgjata do të udhëheqë investime të zgjuara. Nga ana shëndetësore, nivelet tuaja të larta të energjisë kanalizohen më së miri përmes aktiviteteve në natyrë ose sporteve konkurruese për të ruajtur ekuilibrin. Lënia e kohës për eksplorim shpirtëror ose filozofik mund të ofrojë njohuri më të thella në rritjen tuaj personale. Ndërsa bie mbrëmja, shijoni një takim të gjallë shoqëror ose lidheni me miq që ju frymëzojnë optimizmin. Ndarja e të qeshurave dhe historive përforcon lidhjet, duke ju lënë të rigjallëruar dhe gati për çfarëdo që ju pret. Përqafojeni aventurën me besim. Britsjapi. 17 shkurti shënon një ditë planifikimi strategjik dhe arritjesh praktike, ndërsa Saturni forcon vendosmërinë tuaj. Kanalizoni këtë energji në organizimin dhe optimizimin si të punës ashtu edhe të jetës personale. Në punë, përqendrohuni në qëllimet afatgjata, duke shfrytëzuar aftësitë tuaja për të përmirësuar efikasitetin. Projektet që kërkojnë planifikim të kujdesshëm do të përfitojnë nga qasja juaj e disiplinuar. Financiarisht, është një kohë e favorshme për të rishikuar strategjitë e kursimit dhe për të siguruar që ato përputhen me objektivat e ardhshme. Në marrëdhënie, të tregoni besueshmërinë tuaj dhe të ofroni mbështetje forcon lidhjet me të dashurit. Nga ana shëndetësore, mbajtja e një rutine që balancon punën me relaksimin nxit mirëqenien. Aktivitete si stërvitja me pesha ose pilates mund të rrisin qëndrueshmërinë dhe forcën tuaj. Ndërsa dita mbaron, ndani kohë për rafinimin e planeve personale dhe vendosjen e qëllimeve ambicioze, por të arritshme. Teknikat e vizualizimit mund të ndihmojnë në manifestimin e tyre. Reflektimi në mbrëmje ofron qartësi dhe harmonizon qëllimet, duke hapur rrugën për sukseset e ardhshme. Besojini vendosmërisë suaj të brendshme për të lundruar në sfida dhe mundësi njësoj. Ujori. Sot ju bën thirrje për origjinalitet dhe inovacion, ndërsa dielli ndriçon instinktet tuaja krijuese. Aftësia juaj për të menduar jashtë kornizave është rritur, duke e bërë atë një ditë ideale për të menduar për projekte të reja ose për të riimagjinuar ato ekzistuese. Profesionalisht, kolegët do të tërhiqen nga perspektiva juaj unike, mos hezitoni të ndani idetë tuaja. Në marrëdhëniet personale, sharmi juaj jo konvencional forcon lidhjet, duke inkurajuar përvoja të reja me të dashurit. Financiarisht, merrni në konsiderat eksplorimin e rrugëve jo konvencionale të investimeve, por vetëm pas një kërkimi dhe shqyrtimi të plotë. Sa i përket shëndetit, gjetja e ekuilibrit përmes metodave alternative, të tilla si akupunktura ose shërimi me energji, mund të rigjallërojë mirëqenien tuaj. Ndërsa dita përparon, shqytuni në aktivitete artistike ose hobi që nxisin kreativitetin. Mbrëmja sjell mundësi për rrjedhëzim, duke çuar potencialisht në bashkëpunime emocionuese ose miqësi të reja. Peshqit. Plani qiellor i sotëm ju bën thirrje të përqendroheni në reflektimin e brendshëm, ndërsa Neptuni thellon instinktet tuaja introspektive. Shqytuni në kërkimet shpirtërore dhe emocionale, duke nxjerrë në pa atë që ka vërtet rëndësi. Profesionalisht, intuita udhëzon kreativitetin, besojini asaj në përballimin e sfidave. Njerëzit përreth jush e vlerësojnë natyrën tuaj empatike, demonstrimi i dëmshurisë nxit marrëdhënie harmonike. Financiarisht, shmangni te kalimin e burimeve tuaja, mbajtja e një qasjeje të kujdesshme siguron stabilitet. Nga ana shëndetësore, prioritizimi i mirëqenies emocionale dhe shpirtërore ju sjell më shumë dobi. Meditimi ose ushtrimet e lehta si noti japin qetësi, duke harmonizuar mendjen dhe trupin. Ndërsa drita e ditës venitet, shqytuni në hobi krijuese si piktura ose muzika, rrugë për të shprehur mendimet e brendshme. Ndjekjet romantike ose bisedat e përzemërta në qiellin e natës mund të hapin kanale për lidhje më të thella emocionale. Rivlerësimi i qëllimeve personale forcon vendosmërinë, duke udhëhequr vendimet në shtigjet e ardhshme. Besojini mençurisë së zemrës suaj për t'ju drejtuar drejt ndriçimit personal.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.